Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhon që fëmijët tonë t'i shoqërojmë, ç'është? A ecën? Nëse prej atyre që se ne mban para mendoho, urinën të mëmë, atër në regull. Për nëse e mban urinën, në atë moshë është, ne duhet të marrëm për dore, edhe të qëmë në gjami, të falet me ne, shoshnia e gjamis, a besoni? Edhe normal ato, në më thënë, ndjehen, kur të i pejsë është diçka, ndjehen, shumë të lumtur ndjehen. Edhe mësohet që ta donë të tjetërin për hir të Allahu Xheleshanu, duke qenë i vogël, duke u rritur. Me atë mendim rritet. Normal se ai kur të di bën 10 vjet, 11 vjet, nuk i e problem me atë person. Ama baba e ka ushtru. E merë me vete. Thashune, nëse ku është ajo problemi, nëse për shembull mund të bëhet një problem, atë në rregull, ama e kalon atë fazë, atëherë duhet mirët. Të ne problemi madh, i kanë ka 12 vjet, ka 13 vjet, ka 14 vjet. Çka janë këto fëmijë këto? Kush i ka provë me këto fëmijë? A të shton? Kush i ka provë këto fëmijë këto? Pastaj, normal kena problem gjatë Ramazanit, se një kontrolën. Po atë e ke lënë të hijen xhami i pa përgatitun. Edhe sa merë tha një hoqë, ne duhet t'i përgatitim ato, normal që kur të bëhen për të ardhur aty në xhami, të shofën fytyra të buzëqeshura, ashtu? Jo fytyra të mrola. Të ne, për shembull, në xhamin ton, kur da veje, edhe qitek i madh. Dajak i madh. Pse? Se normal dhe më thënë ka probleme, edhe ka prindet, edhe ka fëmijë, po edhe ka xhamati. Kretonët ka probleme.